Ai e konsideron buzëqeshjen e burrit ndaj gruas së tij si adhurim, edhe gruaja që e pret burrin e saj me buzëqeshje merr shpërblimin më të madh, i cili është shpërblimi sikur të ketë vajtur në luftë për hir të Allahut. Nga këto morale të Ehli Bejtit mësojmë se heshtja ndaj ndjenjave nuk është virtyt në jetën bashkëshortore, por është dhuratë e fjalës së mirë. Pra, Ehli Bejti na këshillon që bashkëshortët mes njëri tjetrin të shprehin ndjenjat e tyre. Po ashtu, ndarja e punëve në shtëpi tregon një tjetër respekt e dashuri ndaj partnerit, pra shërben si dashuri, shërben si bashkëpunim ndaj njëri tjetrit. Një tjetër moral është krijimi i paqes, sepse shtëpia duhet të jetë një streh e paqes. Pra njeriu me gjithë stresin që merr nga jashtë, kur futet në shtëpi, shtëpia e tij do të jetë vend strehimi më i qetë dhe më i dashur për të.